Përshëndetje, jam këtu për... E di për çaja, hajde. Pak shpejt. Ka artu me marrë pensionin, ë? Bravo. Si jeni? Ku gjaja? Ky ka ngatruar zili në andën? Ndoshta kështu si pedagog që i ka, po hajtë vaj. Shesh ma të pallë do herë. Nejse. O gjyshe, ku të shkure? Do pas tu mi i shkallat. Kujdes të mos rëzdohesh. Gjyshat. Gjysh. Kolege? Mos më fol këtu se kam hasëm shef njeri. Buzqesh pak. Jam këtu, Dani, okej? Qarë do më shumë, ja rrite qëllimit. Okej, do busjesh, do bëj që të duash, okej? Mos i lëndo për indet e mi, të lutem. Okej, nxito tani se ke vetëm 10 minuta kohë. Përshëndetje të nderuar dhe mirë se vini në Menderjush. Faleminderit publikit dashur, faleminderit histeri. E di, është gjithë ajo që i duaj popullit shqiptar, një tjetër emision me 2 njerëz që flasin në YouTube. Dhe Andale e sjell këtë, pasi unë jam mbi 30 vjeç, edhe çdo njeri mbi 30 vjeç e thot Andaleja. Kështu që faleminderit Andaleja. Kurse për ju që po pyesni që ç'ne, asu nuk e di. Po nëse do më thoshin para një muaji që Denisi do punosh tek Andale, do thoja, vetëm po të më japin 100.000 euro. Kush e dinte që Dalina Abuzi kishte kaq shumë para? 100 për episod, do që mos. Përveç kësaj ka qenë ëndra ime që të punoja me një njeri kaq ambicioz si Dalina Abuzi. Shembull, se çfarë mund të bëj dikush vetëm me ambicie, përkushtim, ozempik dhe rrite satanike me gjak adoleshentësh. Është vetëm kaq. E di që kam filluar thashë themet që tani që unë jam këtu vetëm që Dalina të shfrytëzoj hiret e mia. Por unë i kam kaluar te Zetat, kështu që jam shumë i rritur për të. Nejse, bashkë me mua për t'i dhënë pak nur edhe dhëmb emisionit, do jetë edhe Megli. Me thënë të drejtën, Denis, unë kur mora vesh do vije ti për të hequr shpenzimet e stand-upit, thash, a mund të kemë një emision me Denisin që t'ishtë qesh vazhdimisht të të kem përballë, si shfaqje private, po mos më ndjesh shfrytzuar. Më shfrytëzo Megli. Patjetër. Më shfrytëzo. Meglin të gjithë ju e njihni nga një emision që ajo bën këtu bashkë me 2 vajza të tjera, të cilat flasin shumë e duar dhe trajtojnë tema metafizike si të jemt nga veriu apo nga jugu. Po jo këtu. Këtu është totalisht emision tjetër. Megli, këtu do trajtojmë tema më ndryshe, si për shembull cicat më të mëdha, gocat nga veriu apo gocat nga jugu. Qartazi, jo nga Shqipëria. Dgjoj, më vjen shumë çuditshëm se zakonisht flas me duar, po edhe kam me mikrofonin në dorë. Tani nuk kam asgjë dhe ndjem akoma më lirë që ti përdor duart me kamerën. Që më jemi të qartë. Menderjush është një emision satir pa doreza, ndërsa Electromagic është cilësi pa kompromis. Faleminderit Electromagic që çuditërisht ke besim tek ne. Electromagic përjeto eksperiencën. Është pak e sikletshme Megli, po më duhet ta bëj këtë bisedë me ty. Nga që është edhe episodi i parë, edhe duhet ta shesim. Okej. Edhe ti e di që seksi shet. Kështu që ndoshta një kërcim erotik, diçka, do ta kishe problem? Por ta bës efte? Ta kishim këtu një kërcim erotik. Ta kishim. Mbi tavolinë. Mund ta kemi, po. Tani që në fillim? Po,
Oh, po, merri të gjitha paratë e mia. Ndihem me barr. Wow. Oh, you're a fucking man. Wow. Hey ti. Mos I baj shumë mirë se shtat zan direkt. Wow. E shitëm besoj. Por ku ta lë këtë perl? Vedi hidhja fansave, Marcel Kape, Vini. Ashta. Oh, Me edhe njerë. Të lutem tani. Më prit aty. Por e kam një pyetje. Po? Sepse portreti yt gjatë gjithë performancës dukej shumë I qetë sikur e kishe hasur dhe herë të tjera një performancë kaq fantastike. Po, unë edhe I nderuar që ishte këtu, jemi njohur gjatë një feste private. Qartë. Si ta shkollem dhe kjo foto? I kemi bërë muskujt Photoshop. Okej. E bëm kastilen e këtë që të dinim të kjo. Te Epshtini, si ka I? Epshtini. Epshtini. Me epsh. Me epsh. E po u çmendën shqiptarët pas Epsteinit. Se mos ka ndaj gjë më të mirë për të bërë. Ndoshta. Me vërtet, jo ishin të dytët në listë pas Norvegjisë. Okej, Norvegjinë e kuptojnë. Sa ata janë të pasur, nuk kanë me çat merren, gjysma ka frikë mos janë te lista. Po ne, se ishim ne dhe Bangladeshit sa shtete kështu pastaj, domethënë nuk e di. Ngjajmë, më kupton. Po thjesht imagjino, ne I kemi qef këto, s'kemi çfarë të bëjmë më të mirë dhe na pëlqen të mirë me hallet të tjerëve. Nga që I zgjidhem tonat e na kanë ngjitur këto orgjitë amerikanëve. Absolutisht, këto orgjitë tona I kemi bë kështu. E po bëhen e këtu, e morë vesh? Ma çove. Kujtim gjuzi, ta çova. Ma çove. Kujtim gjuzi, ore. Edhe e tha kështu, politikanët këtu kolekt mi organizojnë energji dhe kanë ftuar edhe këtë që shihni përballë. E kishin ftuar, po nuk është se kujtimi s'kishte ikur se për çështje parimore. Thjeshta shkote këto, pastaj merr një infeksion seksual, e duhet ndrosh gjakun. Ai ishte qetësimi. Ishte nerva më, e ke parasysh. Kujtim. Edhe e tha kështu, unë fle me gruan time, me të fejuarën time, me dashur, nuk e di të dha 3 variante. Për në një fjalie. Apo është e njëjta? Ndoshta, edhe kjo ishte I gjithë halli I kujtimit se nuk do të ndronte gjakun. Kujtim nga një gonorrea e lehtë, nuk të gjej, nuk do ndrosh gjakun. E vën robi si çor. Mund të pyetësh gjithë kolegët e tu. Ore ishin akuzat më të papara që kanë parë ndonjëherë. Ishte kujtimi po thoshte, pse këto gratë e politikanëve shkojnë te ginekologu? Pastaj tha, "Okej, shkoni te ginekologu." Po këto. Ore ishte Kjo është vetëm arsye pse shkon te ginekologu. Orgjit. Ore, po shqiptarët u fiksuan me këtë që pasi u përmend në këto vajzat shqiptare. Vajzat shqiptare? Kjo vajzat shqiptare më vjen gjithmonë nga kënga. Vajzat shqiptare. E ka manifestuar. Nuk ndaloj dot se e thënë këtë. Hajde edhe një herë të plotë dua. A imagjinon dot një speaker që, domethënë, e lexon çdo gjë serioze përveç asaj fjale që thotë nga ishulli I Epstein është marrë vesh që ka vajza nga India, nga Amerika dhe papritur dolin çka dhe vajza shqiptare të cilat janë super seksi. Ashtu nuk e mbaj mendsi. Mr. Elvis të përshëndesim. Po ashtu është. Po gjithsesi u mendoj që vajzat shqiptare. Vajzat shqiptare u bën serioze. Nuk mund të ndaloj dot. Mos ndalos ka gjë. Thjesht thuaj me nderjush dhe vazhdo. Me nderjush. Po ti çfarë mendon për këto vajzat shqiptare të cilat janë te lista? Po se dio Denise, më duket sikur vajzat shqiptare janë me karakter të fortë. Nuk mund të jenë. Jo, nuk mund të jenë. Plus ato I drogoni këto vajza këto, kush vajzat shqiptare. I kanë thënë mamat që mos pi asgjë se të hedhin kështu te. Nuk e di, po nuk e kemi has kur ato që t'i hedhin. Nuk besoj të ketë patur vajza shqiptare. Po, ose mendoj që nëse do ishin në ishullin e Epshit, ata të pyesnin e thonin, ore, hajde këtu çfarë jemi ne? Mos ik. Do brindesh. Unë mendoj që një javë po të ishin vajzat shqiptare atje. Se ishin ata kështu pas javë do të ju lutem, a mundi merrni këto? Nuk duan të bëjnë asgjë. Ose do vinë në një ish me zinxhira kështu me 20 kushurinj. Vërtet e kërcënonte. Pra, ka shumë si. Nëse tani nuk do t'i hyjmë kësaj se janë marrë gjithë me këtë. Kanë bërë fjalime, kanë bërë emisione, por ajo që dua të merremi
Dua të zbërthejmë fjalorin e këtij. Të lutem, jam sy e vesh. Me lejo tani të iluminoj ty dhe publikun e dashur për fjalë ishin kod pra që këta përdornin. Hot dog është djalë. Kam përtuar që këtu. Se, bazike. Po to e pastiqe është një djalë aty vetëm ende nga salqiqe. Do një qull apo jo. Ma di e kur ik në një vend që shet hot dog, thoya ma bëj hot dog, mos do në vetëm aty. Nëse. Hot dog, është shumë në kokë. Është kjo banane pjeshk. Ha ha. Të paktën e kanë bërë kështu hot dog, ka dhe si mitet e salqiqe, varet si ndjesh ku hyn. Je u rritur? Mirë. Djath, vajz. Vulmet, nuk e di. Ç'ti vajzat të, ë? Se di. Djath. Le do pyesim me Diogën kur të vi për. Tani. Pizza, vajzë e vogël. Pasta, djali i vogël. Karbohidrate të dyja. Shko, nuk e di kush duhet ta dëgjoj këtë, po qëndroni larg karbohidrateve. Okej, lejni karbohidratet rat, se pastaj rriten edhe bëhen nga këta njerëz që pështyn ashensor, nuk thon mirëmëngjes. Lejni fëmijët rat. Kushdo që duhet ta dëgjoj këtë. Akullore, prostitut mashkull. Përtacë edhe kjo. Akullore, prostitut mashkull. Interesante. Po më pëlqen shumë që ka, domethënë, është futur dhe prostitut mashkull, atë se këto të tjerët ishin me dëshirë, po ky e kishte profesion. Po janë, çu pra janë profesionistë që paguheshin. Për shembull, alo Megli. A dëshiron një akullore? A dëshiron djath? Domethënë kjo është ideja, pra që ti merre dikë e doje një prostitut. Prostitut mashkull ne e përdorim për të sharë në fakt në Shqipëri. Kështu ti prostitut mashkull. Kështu të debatet e Big kompliment, se i bie që është shumë i aftë. Profesionin tënd. Arë. Njeri me ngjyrë. Shumë e poshtër. Unë madje edhe ai që është marrë kur i ka parë që armë, më shumë i dhemi që i ka quajtur arë se që kanë përdhunuar. Arë. Kam shumë komente që janë të pahishme. Vazhdojmë se për vazhdimin e kësaj. bën shumë pikante. Ama thuaj koment pahishëm tani. Me ndërteje dhe me ndërlysh. Arë më shumë të mendoja që është në një plak. Si i rrudhë. Nga që... Arë. Po. Pa jam me pak më i mbledhur, më po... Vazhdojmë se bën shumë pikante, se dy të fundit janë. Hartë, sperm. Kjo ishte goxha e koduar. Jo, si janë lodh shumë. Hartë. Më gjej pak pikën më të lartë në hartë. Harta me mece. Se ka qenë. Si është një. Vazhdojmë, është e fundit kjo. Salcë. Orgji. Sperm. Më thotë se kemi gjerë si ne në këtë dhe thotë sperm. Sperm. Çfarë sperma? Sperm, okej, e shkoj që duhet ishte gjerësi këtu kërcimtari, domethënë, ai thotë që sperm është për salcë, do ishte më mirë. Pas këtij zbërthimi, kaq të Gersi, faleminderit për ndihmën. Gersi është ai ekrani që unë duhet kisha gjërat e shkruara. E kam përballë. Edhe unë të dua. Mos e shikoj shumë në sy se humb. Po që të tregojmë që ne kemi marrë shumë seriozisht këtë hetimin mbi Epsteinin. Kemi pamje ekskluzive ne me Nderjush. Kemi pamje ekskluzive që nuk kanë dalë më nga ishulli. S'kan dalë kurrë. I ndjekim. Tani pastaj do kalojmë në rubrikën tjetër që quhet Friendly Fire, ku ne komentojmë lajmet nga vendi. As pak në mënyrë miqësore. Arrestohen vajzat nga Kazakistani, ushtronin prostitucion në Tiranë.
Banorët e lagjës kanë ullur flamurët gjysmë shtiz dhe kanë shpallur ditë zije. Heroina. 21 vjeçari shqiptar planifikoi sulm terrorist në koncertin e Taylor Swift. Po na ikën ajka e vendit, se janë gjitha koncerte me këngëtar shqiptar edhe ka nevojë për djem si ky. Si mund të bësh sulm terrorist në koncertin Taylor Swift? Po pra. Po ta këtë koncerti dhurata dorës. Prokuroria e apelit kërkon dënimin e Louise Ailit. Ky i fundit i ka kërkuar prokurorisë të futet në banjë me të. Sfidues. Aleni dhe Si lë këto ai, si la këto një. poshtër mo. Përsëri sekuestrohet mjelli skaduar në doganën e Durrësit. Besoj brenda 2 viteve do gatuar me kokainë, pasi është e vetmja gjë me cilësi që hyn në doganën e Durrësit. E vërtet. Renato Mekolli, ku mbien mua këto me emra, kush i shkruan një. Renato Mekolli do publikoj një libër ku, siç ka thënë ai, do rrëfej padorashka të vërteta të hidhura për gjellërat, sallatat, tavat. Leonora Jakupi tha që ndonjëherë vishet me jelek antiplumb, ndryshe nga këngëtarët tona që ndonjëherë vishet. Shkatroj masakrojt të Ky autori të programit është fantastik, më shkatron. Ska rasht. E mirë, kemi dhe një lajm nga bota. Transgjinori qëllon me armë zjarri në mes të ndeshjes të hokej. E bëri si burrat. Shije që na duhet tani. Shije tona në tryezat tona, edhe në tryezën tonë. Gjersi e ja hajnë copë. Dhe tani do kalojmë te i ftuari jon i parë, të cilin kam nderin dhe kënaqësinë ta prezantoj. Ai është komedian, skenarist, dashnor i përjetshëm i radios, personazh i vitit 4 herë rresht, nuk është se do ta vërtetoj dikush. Fituesi i çmimit të Kanës, 84 premiera në Broadway. Ai është dikush me 3 shkronja për emër dhe 3 shkronja për mbiemër. Edi Oga. Edi, mirë se më erdhe. Mirë që gjeta. Edhe faleminderit që po nis me mua, po ç'a pade. Ka një gabim, te përshkrimi 85 premiera në Broadway. 80 shika, më fal gjithmonë me shifrat nuk kam qenë asnjëherë mirë. 85 premiera. Shko, qa pata, ishin gjithë zënë këta të portokallisë dhe këta. Edhe mu dhe. Po të prezentoj me Meglin. Megli është Enkel Demin. Rime, qa me apo? Totalisht. Qa me bësh? Tani ne, si që shikoni, në vend të verës kemi një pije pak më rrugë. Kemi këto birat, pasi Edi ka një fiksim shumë interesant, një zakon, që konsumon 1 deri në 2 bira çdo ditë. 2 bira çdo ditë. Gëzuar. Mirë se më erdhe. Mirë se gjeta. Pëlqen studia? Më pëlqen jashtë mase. Do kisha ndërruar një studio si kjo. Pse fillove me një dinosaur më dha? Me dinosaur. Kur un kam fillu televizion, ju s'kishit lindur shumica nga ju. Dhe imagjino, është karriera e dytë. Karriera e parë ishte doktor dhe pedagog. Pra kisha mbaruar karrierë dhe fillova në televizion. A e shikoni sa e lashtë jam? Doktor Edi, pra. Do flasim edhe pra. Shiko, edhe unë nuk jam shumë mirë, jemi 2 T-Rexa, pothuajse. Jo, ti mund të ishe birim. Ndoshta jam. Baba, mos zbulova babain tim në këtë nuk i dihet asnjëherë. Shiko, para se të filloj me pyetjet edhe me gjërat, unë A mund ta kthej lejohet kështu se late night jemi? Mund të zhvishesh, ti nuk ishe këtu çfarë ndodhi pjesën e parë, po se pash. Lejohet çdo gjë. Do ta shoh një. Tani çdo gjë. Tani unë do çohem. Hama. A do çohesh edhe ti? Patjetër. Do zgjati vetëm shumë pak. Do të kaloj. Jo thjesht vej këmbët aty. Keni lar. Totalisht. Okej. Edhe jam këtu, ha? Po. Okej. Marcel, jemi okay? Thjesht tani Banka? Po, Enkel?
Kaq, faleminderit. Kaq. Gjithë të e bëre që të thënë në kel, Testa kem emrin e Kel. po kishim hapë një kuti, më kishim fëtu në lekë, apo Ishte kinema. ishte kinema. Ishte kinema, ishte Më Megli. qove në 20 ca vite të shkura, ku rri atje në majtë. E di pse më çonin atje? Çfarë? Se kabli ishte shkurtër. Nuk vinte dot deri se kabli i zër. Seriozisht? Po, Do të thotë ka qenë çështje teknike? teknike komplet. Isha afër mikserit. Tani Shkoj sa që shkojnë në shtëpi televizionet do e- ta hap, sa shikon YouTube, dua ta shoh nga Mund edhe mos e gjesh sepse mbi kasetat, ne kemi pas kaseta beta atëre, bëheshin lajmet, ose bëheshin filma dokumentar, domethënë nuk ekziston, kam përshtypjen. Megjithatë, kur xhiroheshim ne në emision, kamerat nuk kanë qenë kaq të vogla, kanë qenë sa i furgon. Nuk e di. Prandaj ka qenë aq të mëdha ato sallat edhe ato gjëra. Eksakt. Prandaj edhe në Keli duke aq i madh. Keni është i madh. Ore, me që foli për kinema, do doja të ishe kështu ti protagonisti i një filmi, se po bëhen shumë filma tani. Edhe marrin një personazh që është i konsoliduar, për shembull. Edhe zakonisht një personazh nga Big Brother. Po kush është tani në Big Brother kështu? Noçi Abjordi, kush është kështu? Hop, në një emër. A do doja të ishe kështu pjesë e një romance midis, na thuaj një emër midis. Selini, Miri. Po, unë Edi dhe Selin në Epsh. Do doja të isha babai dikujt. Po sa u bëre babai, të triti babi, kujdes tani. Po. Filmi tjetër është Njerku. Me Edi Ogën dhe Selinën. Selina e ka jo? Po. Na shaj. Stepfather. Ora, Stepfather? Gëzuar. A mos doni që të largohem apo mund të rri deri në fund? Ajo, rrit, lutem. A do vjen në një Big Brother? Nëse nuk do kisha njerëz që varen nga unë çdo ditë, do kisha hyrë me qef. Për në Kelin e ke? Jo vetëm. Në Keli ka dhe familje, kështu që unë kujdesem për gjithë familjen e Keli. Do me thënë nëse nuk do ishe, sinqerisht, nëse nuk do ishe me grua dhe me fëmijë. Patjetër, është një eksperiencë. Unë kam qenë 2 herë bashkë autor në Big Brother. Po, Big Brother, jo versioni VIP, versioni tjetër, në 67 mos gaboj, 2012-2013 dhe njoft mirë atë format. Shilloj, nuk është se ka në diferencë. Jo ka diferencë sepse atëherë formati ka qenë më i përmbajtur, tani ka degraduar, do tash është bërë kështu si. Do me thënë do shkruaj të flijet e parkimit topit atje me ata. Po do flia. Edhe unë po tash ajo pjesë duhet lash me brek e kështu. Kam brek gome kështu. Doktor Edi. Më pëlqeve. Po, naturalizimi nga mjek në humorist mund të ndodhi dhe shumë Mund të ndodhi. është e suksesshme. Po, është e vërtet. Por e kundërta, imagjino për shembull, ku diun, një humorist që do të bëhet për shembull Salsano që të vjen të shëroj syt, ku diun. Apo Florbina do të bëhet kryetar bashkie. Amo Flori, hajde këtu, po deshe, po ke ndonjë gjë edhe. Kjo është mënyra si postojmë të ftuarit e Kjo është e faktit. vërtet. Kjo është e vërtet. Bas me do nuk besoj se do vi njëri, po nes. Do të citoj një shprehje tani. Thuaj. Se unë jam i lexuar shumë. Të jesh humorist, domethënë të bësh për të qeshur, nuk është zgjedhja e parë askujt. Shprehje Woody Allen. Çfarë e bën Edin të kërkoj humorin se gjërat? Çfarë ka qenë? Çfarë të ka shtyr? Shiko, Çfarë të ka ndodhur kur ka qenë i vogël Edi? kur Praktikisht. kjo është pyetja, domethënë, më e bukur që ke bërë ose më saktë premisa më e bukur. Kur kam qenë i vogël, kam mësuar humorin e atyre viteve, i cili ka qenë me pikatore. Ne shikonim humor vetëm për vitin e ri. Pra, gjithë viti ishte në pritje të festës vitit të ri dhe ka pas një program 4-5 orë me humor nga gjithë Shqipëria. Po. Ajo ishte pritshmëria dhe batuta më e famshme, kujdes me vitin se është çik vit lashtë, ka qenë, nuk është, do të thënë, mua më ka pas bërë për qeshur fakti që pse ai artisti i popullit tha e hapi koncertin e vitit të ri me këtë batutë. I uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri 1981. Do të thënë, fakti i rimës ishte që ishte për të qeshur. Viti i ri dhe 1981. Dhe unë aty u trishtova, domethënë thash jo nuk bëhem humorist. Po ndryshova rrugës mandej. Po çfarë ndodhi me vërtet çfarë ndodhi? Ndodhi që në fillim unë nuk i merre seriozisht gjëra. Fare. Domethënë Si sot. si sot. Edhe qeshja çdo gjë, domethënë për qeshja çdo gjë, imitoja shumë njerëz, imitoja gjëra. Pse? Se isha e trishtuar. Ti e di që humori është e kundërta e trishtimit. Mos më thuaj se ishe trishtuar, nuk kam vuajt, nuk jam bullizuar, nuk kam rrahur ata të shtëpisë. Nuk kam vendosur të ta bëj këtë punë në 98-ën. Sepse ajo që thesh është interesante që nga mjek mund të bësh humorist,
po nga humorist bësh mjek, kjo ka ndodhur. Okej, Salsano. Kjo ka ndodhur, jo Salsano, ka shumë njerëz që nga humorist janë bërë mjek popullor dhe kanë sukses. Pra gjithë ata që japin që të shërojnë kancerin me vajguri, që shërojnë majasëllin me gëlqere, janë të gjithë, pra ka i dozë humorit tek ajo, kanë më shumë sukses se sa mjekët. E vërtet është. Unë e di që ti ke shkruar për shumë personazhe, ke krijuar personazhe që i kanë bërë shqiptarët të qeshin, por ke qenë gjithmonë brapa. Ose në radio, Është vërtet. makinë me 2 timon. Tani e ke marrë timonin në dorë vet, Në farë mënyre, po. edhe po del në skenë si Edi Oga, stand-up comedian. Si ndihet diferenca nga radio? Kur e ke publikun aty, që ndjen frymëmarrjen, i shikon syt, shef, kush është ai kudo që ul kokën shef celularit, domethënë ndërkohë që ti kur je në radio ti nuk e di se sa të dëgjojnë, si të përfiturojnë, e kupton? Po kam përshtypjen që ky stand-up është një hap më lart, domethënë është më mirë. E përjetoj më mirë, kam shumë qef. Mo, shego, se jemi qik narcista, si sa do të thosh, po unë dua të rrim brapa gjithkohës. Jo, s'kam dash të rrim brapa, nuk kam filluar përpara, pastaj mbrapa, pastaj para mbrapa, domethënë nuk është se e kam filluar si moderator, Po flasim akoma për... Ti e di. Okej. Nëse ti do të ndryshosh argument. Jo, jemi te para mbrapa për skenën, po flasim gjithkohës. Ti ke bërë këto 2-3 vite dhe 2 speciale stand-upi, 2 speciale stand-upi. Njëra ishte 50 pa pak, Po. edhe tjetra ishte Osa mirë me qenë shqiptar. shqiptar. Do na flasësh çik për këto 2? Shiko, të flasësh për stand-upin duket që ke tepër dhe mira është që të dinë njerëzit se ku jepet vendi ora atje, edhe vinë ta shohin se në përgjithësi unë e kam ju të Comedy Thursday, juve bëni Kush janë këta? Thursday, ju bëni rutina më të shkurtra, ndërsa imja funksionon çik si një shfaqje tërë. Prandaj thash speciale, është një orë e kushtuar. Një orë gjys. Dhe se mbajmë dot aq. Tek e para unë kisha 2 tema kryesore, tek 50 pa pak. Pra u mundova që t'jap këto problemet e moshës, problemet shëndetësore të moshës, asnjëri s'qeshi. Asnjëri s'qeshi se unë flisja për obezitetin, për njerëz të krusur, ndërkohë që vetë isha fit, domethënë u mundova që jo. Pastaj te pjesa e dytë pjesa e dytë funksionoi sepse u mora me raportin çift. Pra nëse ti u futa në shtrat, praktikisht, edhe aty e kam bërë ti me shoqe shtrik, nuk qesh njëri fare. Sepse ato e njohin, domethënë si është ajo me jo, mos ka shans. Ishte romantik tu, e hodhe një kështu kompliment për dua. Po se ajo do ta shohë këtë program. Vetëm ajo. Vetëm ajo. Edhe mami im. 2 views i kapet. I kemi 2. Kurse tek e dyta, u mundova që ta bëj një çik më patriotike për të kuptuar një çik që se kështu fillon domethënë. Kuptohet që Osa mirë që shqiptar në një stand-up patjetër që është një çik me ironi. Por dikush më priti te dera dhe tha, dëgjoj, po të lejohej, tha, vrasja, po të ishte legale, unë do të kisha vrarë, s'ka që keq ke folur për shqiptarët. Me vërtetë? Bravo, thashë ke kuptuar. Bëre tur në gjithë Shqipërinë me këto shfaqje. Po, gjithë Shqipërinë është fjalë e madhe, po në verinë jug dhe në qendër të Shqipërisë, 22, jo. Do Shqipërinë e madhe. Jo, kur them diçka në jug, diçka në veri, për shembull në Shkodër nuk bëra një gjë të shkurtër, një rutin të shkurtër, isha i ftuar në një festival humori që bëjnë ata. Qeshin ata, se qeshin vetëm me humorin e tyre shkodran. Jo, qeshin ata sepse pak më përpara se sa unë, kishin dalë humoristët e Shkodrës dhe ata qeshnin me batutat e atyre. Unë me skenë. Po mbanin me batutat e atyre. Jo, në fakt, ajo është skena unë do thosha më prestigjioze. Domethënë të shfaqesh te teatri Migjeni për mua është maksimum. Kam qenë Durrës, kam qenë Vlorë, kam qenë në Fier, jo. Në Korçë, në Elbasan, Lezhë, edhe në ndonjë qytet tjetër. Kush është vendi që të ka pritur më mirë? Shkodra do thoj? Durrësi. Durrësi? Kemi dikë nga Durrësi këtu. Jemi mikpritës. Durrësi më ka pritur. Po ti nga Durrësi? Isha për Marselin, mendoj se Marseli nga Durrësi. Më të 2 shfaqjet. Ka një gjë që stand-upi ti e di edhe vetë sepse je i angazhuar, jam i atashuar. Dhe jo se je ti këtu, po ti je një nga më të mirët që kemi, pra një nga 20 më të mirët që kemi, 15 janë gjithsej. Edhe ti e di sa i vështirë është një çik avantgard. Mua më thënë drejtën, nuk më pëlqen që mosha kalon dhe thash po bëj një gjë që i përket së ardhmes, sepse është e tashmja, juve po e konsolidoni publikun,
i cili me siguri do ta shijoj, do ta konsumoj kur ne të vjetrit mos jemi më ose të bëjmë humor me paterica apo me karike me rrota. Po vendi që të ka pritur më keq kush është do na thuash? Po ti thes do të bëj pyetje vështira. Vendi që më ka prit më keq. Pyetja e vështirë do ishte kur the atë që o Samir me qenë shqiptar është titulli të thoja vërtet? Kjo është e hidhur pastaj. Vendi që më ka prit më keq është shtëpia Vjerit, mbasi pas stand-upin e parë, ku e kisha bërë të birë. Isha i përgruar. Po. Do të flisë edhe për Vjerin atë. Ja, nuk më kam prit keq, me thënë drejtën. Po ka një problem sepse ç'a ndodh? Unë jam clean, ti e di. Unë nuk përdor fjalë Është i pastër, nuk shan si unë stand-up. sepse kështu jemi rritur. Domethënë praktikisht kështu është. Nuk ndryshoj dot ose domethënë e tradhtoj veten kur them ndonjë fjalë nga ato të Denisit. Kështu që Do thuash një për mua do ta bipoj, si thua ai. të them një fjalë. Si thua njëherë, nuk e di. Çfarë ore? Okej. Makinë. Nuk e nxjerr e ka, do të thënë mua edhe kur më thon kuaj makinë them makinë them prapë. Nuk jam aq talentose bëjmë. Po mirë, duke qenë se Shqipëria është çik kështu delikate ndaj këtyre gjërave. Ku mendon që po shkon ky? Apo shkon diku stand-upi në Shqip apo thjesht është një kështu flakë që më pas 3 vitesh do të gjithë pa punësh dhe. Jo, unë do kisha dashur stand-upi të zëvendësonte çdo formë tjetër të humorit, këto forma tradicionale, se me thënë drejtën, jemi lodhurin çik, ose janë çik forma të shtirura, ose forma, le të themi dhe jo dhe aq ekonomike, sepse kërkojnë shumë aktor, kërkojnë propsa, kërkojnë studio, kërkojnë drita, ndërkohë që stand-up comedy, unë kur shkoj jap shfaqje, kam vetëm një çantë, kam këtë banerin, kam biletat, kam një shishe me birë, normalisht. Ndërkohë që format e tjera të humorit tradicionale, si çdo gjë që u kalon koha, dhe atyre u kalon koha, me thënë drejtën, dhe janë një çik. Po flas për këto kabaret, këto që kanë qenë. Jo, po flas për Se ti ke shkruar për këto, po, për këto skeqet, për këto monologjet që nuk kanë, si më thënë, kanë atë murin e katërt. Ndërkohë stand-up është shumë i hapur dhe ka edhe një gjë tjetër, që e ngacmon spektatori duhet të jetë i vëmendshëm që të imagjinoj, pra ti nuk ja jep të gatshme atë gjën për qeshur. Ai duhet ta mendoj, duhet ta përpunoj, ta analizoj dhe ta përplas me fakte që i njeh. Nëse nuk i njeh faktet, nuk qesh do. Jo drejt. Nëse është budalla, po thotë, që t'ja u përkthej unë, se është shumë i mirë, më nuk e thotë, nëse ai që dëgjon është budalla, do të thotë, nuk mund ta përkthej në një të qeshur. Si ti tani. Tani që performon stand-up, e ke më të vështirë të shkruash për të tjerët, pasi... Jo, nuk e kam më të vështirë, e kam të pamundur. Nëse nuk ka shanse që unë të shkruaj për një. Po, dhe ti e vockë, dhe nuk e di që shumë nga personazhet që ne jemi rritur e kemi parë që nga Gaçi, Salsano ose. Ai ka qenë pika e kthesës, domethënë aty vendosa që ta lë miksi përfundimisht edhe me. Ti e krijuar si. Unë kam krijuar si personazh, ka fjetur ca koncertar në një vit e ca. Salsano. Sa koncertar fli akoma. Do të thënë te Gagaçi vendoset lije miksi. Mbas suksesit do të thënë ka skenar apo ishte pa? Jo, mo është ishte po është grua, mo. Është grua. S'mos kos një birë. Një birë kotës, ke me rakt? Jo, nuk na le Theo. Ja, një birë. Se fillon bën gjëra, ja. Ajo pa birë edhe çfarë po thotë? Me 2 gllën ka verë. Në 2003-shin, 2002-2003 diçka e tillë, ethet e të premtes mbrëma, dikush i mban mend, dikush jo, duken si Programa Shahini këtu. Njëzë Shahini ka qenë fituesja e parë. Aty ajo nuk e di çfarë është ethet. E di. Ethet e premtes është vetëm në emrin në një porno që mund të kem parë fëmijët tani. Jo, ethet e premtes. Nuk e si emri një. Është i ndyrë, mo, është i ndyrë. Është i ndyrë, kemi gjithë i ndyrë, po. Jo kaq. E gjithmonë ai ishte me mua. Po lofshi burrat. E shkoj që u bën në fakt gradëve së burra, u bë edhe kjo, si çdo emision që shkon Megdi kështu kthehet. Na vjen keq edit. Fillimisht kam shkruar gjëra koti për shfaqje koti, pastaj Portokalli, jam angazhuar si jashtë në Portokalli, ndërkohë që punoja edhe tek Kutia.
Pastaj në radio ka qenë super experience. 10 vite nga Ana të Premten, Makime 2 timon, ndoshta dikush e mban mend, dëgjon akoma sepse vazhdon, ka hik një nga shoferët, po Enkeli, meqense ti e the që në fillim e prezantove, vazhdon me shumë sukses me të tjerë, me shoferë të tjerë. Do rikthehem në radio shumë shpejt, domethënë. Të gjithë fakt që e kam provuar, se unë nuk e kam provuar, thonë që është dashuri që Radio është fantastike, radio është palestra e çdo moderatori. Domethënë të gjithë ata që kanë pas sukses në televizion e kanë filluar me radio, kështu që më vjen keq aty. Ky shushimi i fundit do ta shtyl, do ta paguash ekstra. gëzuar. Sa mirë që s'ke pyetje tjera. Jo, kam një kështu. Nga që ti e ka që i qete, dhe madje unë nuk e prisa që ti të haje. Madje hëngri atë që ajo nuk ishte e pjatës, kush ishte nëna. Ti e ka që i qete dhe i kontrolluar, nuk e di. Ja, për shembull tani mund të më shaje nga rob, mund të bëhe në një gjë dhe prap nuk e bën. Kush ka që një gjë? Ato robt ku ti ke? Babi është ekran. Respekt, babi. Babi është fshatar, kështu që jemi shokë burr. Në fakt je 73-shi? Je moshatar me babin tim. Edhe i madh është 73-shi. Por ndoshta nuk e dinë të gjithë. Ti e ke emrin Denis apo? Shkurt Deni ose Denti. Aksident, ke qenë aksident. Ja më zbuloj. Aksident. A ju tha që ky është babai më vërtet? Sepse nuk ka mundësi që një 21 vjeçar të prodhoj këtë. Po, pra. Ndërkohë, në 21 vjeç rregullonim antenat, shikonim Telenormën, Tele2, po ti nuk i di këto. Kush ka qenë gjëja më ilegale që ke bërë ndonjëherë? Duhet ta mendoj edhe. Atëherë po. Kam kaluar. Do ishte një vrasë serial kështu. Kam kaluar, po. Ilegale apo makabre? Të dyja. Të dyja, po se... Të dyja mashita, në është emisioni parë. Jo, dakord. Duke, është vrasës, po? The je papages, domethënë kështu je i ftuar nëse se ndajmë bashkë honorari. Gjithë lekët i mori kërcimtari për zotin. Kërcimtari. Shumë i shtrenjtë. A mund ta bëjmë kërcimin aty? Ka dhënë. Ushit. Nuk e di se legale mund të quhet, por unë një pjesë të kohës e kam kaluar në spital për shkollës kur studioja. Ke parasysh? Më duhet një tub. Më duhet një tub për në konvikt. Të dhoma ime do bëja diçka të fusja ca tele në një tub. S'kisha ku ti që atëherë nuk është se ka pas dyqane me nga këto gjëra. Kam shku në spital edhe kam heq një tub. Në spitali? Oksigjeni. Ndërkohë që ishte dikush? Po me siguri duhet të ketë qenë dikush se erdhi makinë e morgut aty. Nëse është ilegale, mund të jetë edhe... Jo më të vrasësh dikën. Prandaj tash makabre dhe... Po mirë, kjo ishte një gjë që e ke bërë këtu ti, po ilegale atje. Atëherë ilegale atje. Se me këtë do ta mbyllim në që Edioga. Çfarë ka bërë ilegale Edioga? Kjo do jetë... A mund ta përshëndes se në YouTube i shihet edhe në Tokyo. Babi të do shumë. Ti je bër 26 vjeç tani. Je rritur, mund të bësh stand-upin tënd. Gruaja Edit. Na vjen keq që të desh ta merri vesh në Menderiush, por ti sot pe një Edi tjetër. Një Edi që kur nuk e kishem parë më parë. Një Edi që do ta shkosh dhe sot pasi të mbaroj ky emision. Ka përqenë një natë shumë e mirë midis jush në shift sot, pas të emisionit. Testosteron. Problemi që unë s'kisha nërmen me shku shpirë. Atëherë gëzuar Edi dhe shpresojmë një fëmijë tjetër pas 26 vitesh të bëjë një stand-up fantastik. Gëzuar. Faleminderit shumë që të... Faleminderit. Ishte intervista më e dobët që të bësh, po në kuptimin që do vinë të tjerë dhe do... Se unë jam mësuar që të jem në rolin tënde dhe kam shumë të vështirë që... Në më bësh 2 pyetje, hajde. Do të bëj 2 pyetje. Ani se ky me don intervista me e dobët. Ka që komedianët e kanë në përgjithësi këtë Megli, që janë kështu edhe modest, po edhe me vërtet, dhe mendoj që nuk japin shumë në një intervistë. Ti je një djalë goxha i gjatë, goxha fit, goxha elegant, po. Edhe dukesh edhe potent. Fal, nuk mund t'i mbaj, kështu si rrin njerëzit kështu, i kam koqet shumë keq. Nuk e di, nuk e di. Oh, zoti më. Atëherë, unë do të them një numër për veten time, të më thuash numrin analog për veten tënde. 18. Duhet them dhe unë 18. Jo, do të thuash një numër që të përket ty. 4.
4 është kaq më por. Që është një gjë që ti ke turp ta thuash? Ti e thej një? Faleminderit që ma hoqat. Që kam turp? Që kam turp, bo? Kam turp të them që kam turp. Po turp të kesh, pra. Faleminderit shumë atë gëzuar. Ej, Gëzuar edhe sezon të mbar. E për to Medin është 50 vjeçari i fundit që marrim këtë emision. Ishte i mirë. Shumë cute. Mirë. Tani ka lënë për rubrikën time të preferuar. Shpresoj ta mbajmë edhe më vonë. Në vendin e gabuar me Denisin, më vonë dhe Megdin. Sot së bashku do të jemi dëshmitar të përgatitjes tradicionale të një ëmbëlsire ikonike japoneze e quajtur mochi. Kujdes se ka shurr aty. Ka shurr. Mochi është një ëmbëlsirë me teksturë të butë dhe nga këto pamje kuptojmë që të gjithë që e hanë u marrin syt një formë të çuditshme. Një trëndafil për të shprehur miqësinë shqiptaro-japoneze, pasi unë jam një fans i madh i kulturës japoneze. Ni hao. Salla është plot me njerëz kurioz, njerëz të uritur dhe njerëz të këqinj. Dhe është e sigurt që ka njerëz të këqinj, kudo ka. Ndërkohë që një grua e parëndësishme fliste para të gjithëve, ne patëm mundësinë të takojmë ambasadoren japoneze. Dashuria triumfon. Çdo sekond ishte argëtuese. Pas shumë përkuljeve dolën tenxheret. Kurioziteti im është një oqean. Teksa inspektoja pronën, procesi magjik i mochit kishte nisur. Më fal. Me gaz gatuaj? Përsëri doli në skenë gruaja e panjohur, e cila rezultoi të ishte një magjistare dhe i detyroi të gjithë të thoshin fjalë pa kuptim. Magjistarja më pas detyroi njerëzit të punonin brumin e mochit. Magjia funksionoi edhe tek unë. Testimi i mochit u krye në mënyrën më qytetare të mundshme. Është një luftë për mbijetesë këtu. Nuhatja e një zagari gjahu. Ta nuhas pak atë supën? Më në fund, mochi ishte aq e mirë sa doja të qaja si një fëmijë dhe ta futja kokën në gjirin e nënës tënde. Po tëndes, ti që po e dëgjon. Kësaj eksperience po i vinte fundi, por nuk munda të rri pa provuar edhe panakotën me maça, që ky human i vogël kishte vjedhur nga magjistari. Vrapo para se të na shikojnë, vrapo. Shumë e thërrimshme ajo mochi. I lumtur që vendi ynë mikpriti dhe organizoi këtë lloj eventi. Dhe kështu përfundon udhëtimi në botën misterioze të mochit, një ëmbëlsirë e butë, elastike dhe emocionalisht e paqëndrueshme. Weird të themi që i dashuri vdes për ty të ka shumë gjë, po mirë. E di kush është weird që edhe unë vdes për të dashurin. Ja kaq ishte. U lodhëm, po e qam. Shumë stres për kaq. E mirë, u konsumuam i qik si pjesë e parë, po ja dolëm. Si u ndjeve ti, si herë e parë? Se ti kisha shumë emocione, po rrugës kuptova që ja merr dorën. Edhe me bicikletën kështu është. Ma tha idioga këtë që kam para se tik. Në vërtet? Po. Nëse unë nuk kënaqja shumë, shpresoj të kënaqem më shumë herë të tjera. Me Edin apo në tërësi? Me Edin, sigurisht me Edin. Me Edin dhe me Gersin. Qartë. Ma dohet një video që do shitet më shumë se kjo. Faleminderit shumë që ishit me Menderjush edhe
Natën e mirë. Natën e mirë, po shpëton.